në një zonë ku koha e ka harruar, por a duhet ta rivitalizojmë këtë qendër? Ta kthejmë në një qendër të emergjencave civile të mirë organizuar, sepse emergjenca civile është themeli i sigurisë për qytetarët e Vlorës. Ajo siguron një përgjigje të shpejtë dhe të koordinuar ndaj çdo rreziku, përmbytje, zjarre, aksidente, tërmente apo situata të tjera emergjente. Me një qendër të emergjencës civile, qyteti fiton koordinimin e shpejtë midis institucioneve dhe ekipeve emergjente, parandalimin më të mirë, gatishmëri në situata kritike, siguri për komunitetin, duke ulur pasojat dhe rrezikun për jetën e qytetarëve, edukimin qytetar për reagimin në rast emergjence, duke krijuar një kulturë të përgjegjshme kolektive. Investimi në një qendër të tillë nuk është vetëm infrastrukturë, është një investim në jetën dhe mirëqenien e çdo vlonjaki. Siguria nuk pret, siguria kërkon veprim, koordinim dhe përkushtim. Së shpejti, Bashkia Vlorë, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, do ta rivitalizojë gjithë këtë qendër duke e kthyer në një qendër emergjenta civile për qytetin ekselente.